dyti, jam sot para jush sepse nuk nguroj as ditën e Pashkës të ligjëroj monologun e tij të mashtrimit. Edi Rama sot u rrek përsëri të mashtroj shqiptarët lidhur me çmimin stratosferik të naftës. E vërteta dhe njëherë ta dinit dashur qytetarë, se kjo qeveri ka vendosur mbi naftën taksën absolutisht më të lartë në botë. Kjo qeveri takson si asnjë qeveri tjetër e planetit 60% të çmimit me të cilën shitet nafta në treg dhe merr në çdo litër naftë 1.1 euro. Lëvizja që pretendon me aksizën është një tallje. Sipas tij, ajo hyn në fuqi kur nafta te i kalon 220 lekë për litër, ndërkohë që përgjysmimi i barrës fiskale i taksave mbi naftën do të ishte rruga e vetme për të ulur çmimin e saj dhe për ta mbajtur atë në nivele të përballueshme nga qytetarët shqiptar, nga fermerët shqiptar, për ta mbajtur ata në nivele të